Arjan Ndoja, ish prokurori i njohur dhe tashmë deputet i zgjedhur i Partisë Demokratike, u paraqit në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të dëshmuar në procesin gjyqësor ndaj dy të pandehurve, Flaure Ndërvishaj dhe Julian Meçes, të cilët akuzohen për organizim dhe përfshirje në atentate në 1 nëntori 2019 ndaj tij. Në sallën e gjyqit, tensioni ishte i dukshëm ndërmjet palëve, ndërsa përplasjet verbale mes Ndojës dhe Ndërvishajt u bën pjesë e seancave. Ky i fundit ngriti akuzat të rënda ndaj ish prokurorit, duke aluduar për një atentat të mëparshëm që sipas tij kishte ndodhur ndaj tij, duke implikuar Ndojën në këtë ngjarje, akuzat të cilat u mohuan prerë nga ish prokurori. Arjan Ndoja në dëshminë e tij u shpreh prerë se nuk kishte asnjë konflikt apo njohje personale me të pandehurin dhe se emrin e Ndërvishajt e kishte dëgjuar vetëm në media. Ai përmendi gjithashtu praninë e një letre anonime kërcënuese, të cilën e kishte marrë pak kohë pas atentatit, e cila përmbante kërcënime dhe insinuata lidhur me ngjarjen, por që nuk përmbante emra konkret apo prova të tjera, të cilën nuk e kishte dorëzuar në organet e rendit. Seanca u karakterizua edhe nga përplasjet mes Ndojës dhe Julian Meçes, ku ky i fundit e akuzoi ish prokurorin për ndikim në çështje të ndryshme ligjore dhe përfshirje në rrjetet kriminale, duke bërë akuza serioze për trafik të drogës, që sipas tij përfshinte zona të ndryshme të Shqipërisë. Procesi gjyqësor ndaj dy të pandehurve vazhdon, ndërsa ky rast mbetet një nga më të ndjekurit nga publiku në media për shkak të natyrës së sulmit dhe implikimeve që ai mbart. Ish prokurori Ndoja mbetet personazh kryesor që po përpiqet të zbardhë rrethanat e atentatit që tronditi vendin para 5 vitesh.